Kështu s'po i shkrua nga është në Facebook e ka pyetjen, po. Nuk është çfarë speranci. Desha më bëni digresion të vogël, pak humor të mirë, jo humor të keq. Deshte kontra pyetje ti. Shiko, sikur gjithkush tjetër, edhe unë e du vendlinjen time. Edhe mu më duken njerëz çuditshëm ata që ose nuk e don, ose turpnohen për vendlinjes vet, nuk mu i me i kuptu. Çfarë do të qoftë vendlinja? Mundet me qenë një qytet i madh, një fshat i vogël, duhet me e dashur vendlinjen tonë, unë e du Gjakovën. Po mos harroni që Gjakova është një copë Kosovë, e du Kosovën. Fort. Nëse unë kom me qeverisë me Kosovën, pa tjetër që duhna me dhonë ndërheqje për Gjakovës se nuk bën me i bo dyjat. Nëse Gjakova më beson, nëse Prishtina më beson, pa tjetër që kom me bo diçka tjetër. Por nëse populli i Kosovës ka me besu që e më ka thëmë, ka me ju dalë mirë të gjithve. Edhe Kamenicës, edhe Gjakovës, edhe Hanit e Lezit, e Dragashit, edhe Podujeves gjithve. Do të gjeni pyetja e fundit për sonte, se ka shumë nga shikuesi, por nuk mund t'i kyçim që të gjithë i përshëndesim. Pyetjen e fundit do ta bëj unë, kush është kandidati i Aleancës për president? Sepse dihet që pas këtyre zgjedhjeve menjëherë do të jetë çështja e presidentit dhe menjëherë do të jetë sfida që të shkojmë eventualisht edhe një herë në zgjedhje të reja. Tani a do të ketë një president edhe a ekziston ky rrezik? Në këtë fazë Aleanca nuk ka kandidat për president, për shkak se zgjedhjet këtë radhë janë vetëm zgjedhje për Parlamentin e Kosovës, edhe për qeverinë e Kosovës. Normal për Parlamentin esencialisht veç për deputet votohet. Pas zgjedhjeve kur fillojnë me u kriju shumicat edhe rrethona tjera, mundet me ndodhë që edhe ne kemi me pas kandidat, po për momentin na kemi vetëm kandidat për deputet edhe bars listës, që në statutin tonë nënkupton që është edhe kandidati i partisë për me udhëheq qeverinë në rast se e marrim besimin, në rast se mrim për këta 2 muaj me tregu që partit tjera me koncept edhe me njerëz që i përfaqësojnë nuk janë as afër. Rreziku për zgjedhjet